Përhapja e gjuhës same ishte sipas tij qëllimi më i epërm i kombit, aq sa kërkoi t'ia ruanin gjakun për shkrimin e shqipes. Për shkak të veprimtarisë patriotike dhe arsimore, u përndoq gjersa gjeti vdekjen si pasojë e një helmimi. Në 17 gusht 1911 ndroi jetë veprimtari i rilindjes kombëtare Petronini Luarasi. Mësimet e para në gjuhën shqipe i mori kur ishte nxënës në shkollën e Qestoratit nga mësuesi Koto Hoxhi. Në vitin 1887 hapi në Ersek shkollën e parë shqipe dhe përgjatë viteve të mëvonshme shkollat shqipe në krahinën e Kolonjës dhe të Vakëfeve. Ishte mësues dhe drejtori mosnjtores shqipe të Korçës. Më pas mërgoi në Amerikë dhe u bë nismëtar i shoqërive patriotike Malli i Momodheut dhe Pellazgu. Luarasi ishte delegat në Kongresin e dytë të Manastirit, bashkëpunoi me organet Bashkimi i Kombit, Drita, Kombi dhe Iliria. Në vepër mallkimi i shkronjave shqipe dhe ç'përfolja e shqiptarit, mbrojti të drejtat e popullit shqiptar për kulturë kombëtare, duke quajtur dijen dhe kulturën shpirtin e Momodheut.